Të nderuar besimtar, javën e kaluar u ndalëm të flasim për temën shoku im, ku treguam për rëndësinë, për vlerën dhe për ndikimin që e ka në jetën tonë shoqërimi me shokun e mirë, shoqërimi me mikun e mirë, shoqërimi me një njeri i cili është i hajrit dhe është i dobishëm. Padyshim që shoku i mirë është ai i cili të nxit për punë dhe për vepra të mira. Shoku i mirë është ai i cili të këshillon dhe mundohet të përmirësoj dhe mundohet me të largu nga rruga e keqe dhe nga rruga e kotë. Mirë po, gjithë ne jemi dëshmitar se në jetën e kësaj bote, përveç se shokut të mirë dhe shokut të hajrit, ka njerëz dhe ka shok dhe ka miq të cilët ndikojnë në mënyrë negative në jetën tonë. Dhe sot inshallah do të dalemi pikërisht në këtë çështje, të flasim për temën shoku im, por në këtë rast shoku im i keq, një shok i cili nuk është i dobishëm, një shok i cili nuk është i hajrit. Dhe padyshim, ashtu sikur se shoku i mirë ndikon për mirë në jetën tonë, ashtu edhe shoku jon i keq ndikon për keq në jetën tonë. Dhe për fat keq, ndikimi i shokut keq është më i madh në jetën tonë se sa ndikimi i shokut mirë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin të cilën e përmendëm javën e kaluar në pjesën e parë, ku thamë se shoku i mirë është si ai që shet parfume, që spaku aromën e mirë do ta ndjesh në dyqanin e tij, për shokun e keq çfarë thot Muhamedi alayhi salatu wassalam? Thot pejgamberi alayhis salam, shoku i keq është sikurse kovaçi, sikurse ai i cili merret me punimin e hekurit. Nëse ti do të shkosh tek një shok i tillë dhe do të futesh në punishten e tij, ose do të digjesh i gjithë, ose do të digjesh pjesë, ose së paku do ta nuhatësh aromën e keq. Kështu është edhe shoku i keq në jetën tonë. Nëse nuk humbet plotësisht, do të vijë tek ti aroma e keqe e tij. Do të vijë tek ti ndikimi i keq. Nëse shoku i keq është në rrugën e gabuar, edhe ti do të ndikohesh prej tij. Nëse ai është larg udhëzimit, edhe ti do të largohesh nga udhëzimi. Nëse shoku jot merret me fjalë boshe dhe me muhabete të kota, edhe ti do të ndikohesh prej tij dhe do të merresh me punë të cilat nuk ke dobi prej tij. Nëse shoku jot është prej atyre të cilët janë larg rrugës drejt, larg rrugës vërtet, edhe ti do të ndikohesh prej tij. Prandaj gjithsecili prej nesh le të kujdeset se këmbë duke e marrë për shok të afërt. Shoku jot i keq, kurse si nuk thot ty hajde shkojmë në xhami, ai do thot hajde se ke kohë. Shoku jot i keq, kurse si nuk thot ty hajde ta bëjmë këtë punë të mirë. Ai vetëm se do të ndikojë tek ti për punën e keqe. Prandaj gjithsecili prej nesh le të kujdeset, gjithsecili prej nesh le të shohë se kënd po e merr për shok të afërt. A nuk e përmendëm ne javën e kaluar fjalën e bukur tonë që ne themi më thuaj në këri të themi se kush je. Prandaj le të kemi kujdes, le të zgjidhim shokët tanë në mënyrën më të mirë. Janë e tashnja jonë, por edhe e ardhmja jonë. Do të ndikojnë drejt për drejt në jetën tonë. Shoku jonë do të ndikojë drejt për drejt në punën tonë. Le të ruhemi nga shoku i keq. Le të gjejmë çaste dhe momente dhe ta largojmë atë sa më larg shokun e keq. Le të mundohemi që ta heqim atë sa më larg, sepse nuk ka dobi për një shoku i cili nuk është i hajrit. Sa shembuj kemi ne në jetën tonë që themi, po, filani ka qenë burr i mirë, mirë po sa u shoqëru me filanin e humbi rrugën dhe u bë njeri dhe burr i keq. Sa raste kemi ne që kemi thonë, po filania
ka qenë grua e mirë dhe grua e ndershme, dhe ka qenë e hajrit dhe familjare e mirë, por kur u shoqërua me filanën, ajo u bë e keqe dhe doli nga rruga e Zotit të gjithësisë. Sa raste kemi ne ku njerëzit ndikohen nga shoku i tyre. Duke qëndruar me një shok, ta ofron një cigare, bujrën një ditë, bujrën 2 ditë me zemër gjërsinë e tij të madhe, duke të ftuar në të keqen, dhe shikon pas disa ditësh personi e ka paketën e tij në xhep dhe ja ka nis duhan. Sa shok kemi ne që të thojnë, hajde ta pini birë ftoft, hajde se o vap, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, dhe kur e shikon pastaj ti ke dalë nga rruga e Zotit. Ti ke dalë dhe ke shku tek alkooli, Allahu më ruaj, nga ky gjunah që është gjunah për gjunave të mëdha. Sa rini, por edhe të vjetër kemi ne, të cilat shkaku i shokut tyre të keq, ja ka nis Zot na ruaj edhe drogës, ja ka nis Zot na ruaj edhe prostitucionit, ja ka nis Zot na ruaj thashëthemeve të ndryshme, rrenave të ndryshme. Po sa herë kemi ngjuar ne që filani ka qenë besnik, por duke u shoqëruar me një jo besnik, e ka humbur amanet dhe të rrenë mes drejtar. Sa raste kemi ne që dikush ka qenë njeri i mirë dhe i thjesht dhe ka punuar me shpatullat e tij dhe me djersën e ballit. Duke u shoqëruar me shokun e keq, ja ka nis vjedhjes, ja ka nis hajdutdhikut, ja ka nis punëve të këqija. Apo e shikoni pra o vëllezër, o musliman, dhe apo përkujtohemi ne që shoku i keq ka ndikim shumë të keq në jetën tonë. Madje në sa raste njerëzit hatri i shokut kanë shku deri në vrasje. E ka vrarë tjetrin sepse më ka ngacmuar shoku. E ka vrarë tjetrin se i ka hyrë hak shokut tij. E pastaj shoku jeton i lirë dhe në dunjan e tij, ndërsa ti përfundon në përgurgje. Zot na ruaj nga këtë gjendje e keqe. Prandaj gjithsecili prej nesh le të ketë kujdes dhe le ta përzierë shokun e tij në formën më të mirë. Do t'ju tregoj një rast që është prej rasteve më të veçanta i ndodhur në kohën e Muhamedit a.s. Profeti a.s. lindi jetim. Babai nuk e gjeti. Nëna e tij ndroi jetë moshën 6 vjeçare. E tani kujdestarinë e tij po e merr gjyshi, Abdul Muttalib. Në moshën 8 vjeçare Muhamedi a.s. i ndron jetë dhe gjyshi. Dhe kujdestarinë dhe kujdesin për të e mori kush? Xhaxha i tij, Abu Talib, i cili nga mosha 8 vjeçare Muhamedi a.s. deri pasi erdhi shpallja e Muhamedit a.s. 40-45 vjeç, çka i ndodhi Muhamedi a.s. Xhaxha i tij, i cili u kujdes gjithë jetën për të, bin shtratin e vdekjes. I smur në çastet e fundit të jetës. Akoma nuk ishte bërë musliman xhaxha i tij. I shkon Muhamedi a.s. më i mirë i njerëzimit, me edukatën më të mirë, me formën më të mirë, me afrimitetin që e kishte me xhaxhain e tij, dhe i thot: o xhaxha im i dashur, thuj la ilaha illallah, bohu musliman, që unë do ndërmjetësoj tek Zoti për ty që Zoti të falë. Vetëm kaq thuj ti, la ilaha illallah, se ndërmjetësoj unë me Zotin. Pra se xhaxha i tij e mbështeti, edhe masi erdhi shpallja e mbështeti, por nuk e besoi. Mirë po, ndikimi i shokut keq. Muhamedi a.s. i bën të thirrje, thuj la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah. Vin shokët e shejtanit. Vjen Abu Xheli, i pari Mekës, dhe i drejtohet dhe i thot: o Abu Talib, o xhaxha i Muhamedit, po qysh da e lesh ti fen e të parëve tuj? Qysh do bëhesh ti musliman? A ke lujt men që a jenë të erzi apo jo? Muhamedi a.s. tu i thonë: thuj la ilaha illallah, do të shpëtosh. Ata i thonin: mos thuj la ilaha illallah, po thuj që do vdes në idhujtari. Dhe cili ishte përfundimi? Xhaxha i Muhamedit a.s. vdiq në idhujtari. Vdiq në idhujtari. Rreziku i shokut keq. Rreziku dhe ndikimi i shokut keq. Vdiq në idhujtari dhe Muhamedi a.s. na ka tregu se xhaxha i tij në ditën e gjykimit do të ketë dënimin më të vogël.
po cili është dënimi më i vogël në zjarrin e xhenemit? Mbi prushin e zjarrit do t'i vlojnë trujt, thot Muhamedi alayhis salam. Tu i vlu trujt. Pse? Se s'ta i fjalë vet. Se shoku i keq ja mushi menën për keq. Sa njerëz ndikojnë për keq për ne, dhe ne vdesim dhe ata jetojnë, ndoshta bëhen muslimanë të ardhmë. Vetë ka shpëtuaj, po ty të ka ndiku për keq. Prandaj, o vëllezër musliman, kujdes nga shoku i keq. Pasojat e shokut keq nuk janë vetëm këtë botë. Ka një shok i keq nuk mëson për keq vetëm për këtë botë dhe maroj, se ti ishte kaq, hajde më maroj dunja. Po pasojat e tij vinë në botën tjetër. Pasojat dhe ndikimi i shokut keq është në botën tjetër. Dhe Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore na ka treguar për pasojat e shokut keq. Thot Zoti i Gjithësisë në surën Furqan, ajeti 27, 28 dhe 29. Ja wejleta, lejteni, lam attakir fulanan khalila. Do të thonë i dhujtarë, do të thonë ata që i ka humbur rruga drejt. O mirë për mua, qysh e mora shok filan. O mirë për mua, qysh e mora shok filani. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh jani. Ma humbi rrugën e drejt pasi merdi. Ka ardhur një musliman dhe të ka thënë, hajde në xhami, fal namazin, për kujdesu për atë, kujdes të. Ti ke thonë, ikti se kam të shokun tjetër. Hajde shkojmë do pim, do ham, do dalim, do brelim, do shëtisim. Ja wejleta lejteni, njerë për mu, qysh e mora shok të keqin, dhe e lash të mirin që më përkujton dhe Zotë. O mirë për mu, qysh e mora shok filan. Kujdes o musliman, kujdes me kë po shoqërosh, kujdes me kë je duke u shoqëru, sepse ndikimi i tij vazhdon edhe në botën tjetër. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar, al-akhila, në ditën e gjykimit, shokët e ngushtë në këtë dunja do të jenë armiq të njëri tjetrit. Shoku i keq, dy shokë të ngushtë që kanë qenë të keq në jetën e tyre, do të jenë armiq në ditën e gjykimit. Do thonë, o Zot, po ky më çoi mua në rrugë keq. Tjetri do thonë, o Zot, po ky jo unë këtë, po ky mua. Ndërkohë që të dy kanë qenë të keq. Dhe Allahu ka treguar për rastin e faraonit, që ishte një prej mbretërve në zullumqar. Ka treguar Zoti i Gjithësisë në Kur'an dhe ka thënë, ata do të grinden në njëri tjetrin. Kush ata? Paria, të parët e vendit. Me ata tjerë që i kanë dek. Dhe do të thojnë to që janë poshtë, po ju e keni fal. Se ju na çut ne drejt rrugës keqe. I thonë ata, Zoti ka vendosur se të dy grupet do të dënohen. Mos mendoj dikush se duke qenë në ndikimin e dikujt që është më lart, ky që është poshtë nuk do të marrë gjunoje. Vallahi të dy do të dënohen. Vallahi të dy do të dënohen. Kur u mbyll deti dhe u përmbyt Musaja dhe u përmbyt faraoni, kush u mbyt? Vetëm faraoni? Po jo se u mbyt edhe ushtarët e tij. Se edhe këta ishin djegës të ati dhe ishin të kënaqur me situatë. Edhe sot, ti i cili bëhesh mbështetës i të keqes, mos mendo se s'do të dënohesh. Po edhe ti edhe unë, nëse e mbështesim të keqen, do të dënohemi tek Zoti i Gjithësisë. Kështu e ka vendosur Zoti i Gjithësisë ligjin e tij, që kush bën keq, do të dënohet për të keqen e tij. Ona ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush e bën të keqe sa grimca, do të dënohet për atë. Kujdes o vëllezër o musliman. Mos mendoj dikush se duke u bë palë me zullumin dhe zullumçarin kryesor, ai do të shpëtojë. Jo, të dy bashkë. Dhe Allahu ka treguar shembuj dhe raste të shumta. Një prej bisedave që do ta bëjnë njerëzit në botën tjetër, thot Allahu i lartësuar në surën As-Saffat, njerëzit në xhenet, besimtarët në xhenet. Dhe njëri prej tyre thot Zoti do thot, unë e kisha një shok në ngushtë në dunja. Pra, çka tregon që ne në xhenet, nëse na mundson Allahu më fut në xhenet, do t'i bëjmë dhe bisedat e dunjos. E kam pasi shokun. Kam pasi shok të cilin e kisha shok në ngushtë.
Ai më thashtë thot, janë ajete kuranore, ajo fjalë të mirë. E kam pas një shok I cili më thashtë, vallë a mendon ti dhe beson që pasi të vdesit, të bëhemi dhe të na prishen eshtrat, pa të bëhemi dhe, do të ringjallemi prapë? Kështu I thashtë ky shoku ngushtë, kështu më thonë edhe mua sot. Po kështu ndoshta na thonë edhe ne. A mendoni ju që do ringjalleni, jeni të rrezik apo jo? Hajde thot, shkojmë ta shohim mirë ku është ky sot. Subhanallahu, ditë gjykimit. Ai që ka mohu ditën e gjykimit. Hajde shkojmë ta shohim mirë ku është sot. Ky trimi, ky mençmi, ky zgjodhi që s'besonte ditë gjykimit. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, dhe shkoi thot, dhe shikoi dhe e pa atë në mesin e xhehenemit. Dhe e pa atë në mesin e xhehenemit. Dikush që nuk beson ditë gjykimit, ai është në zjarr xhehenemit përgjithmonë. Dhe atij nuk I lejohet me ja fal xhenazën. Nëse vdes dikush edhe për çfarë, dhe ti e di që ai do të thrasi mua si hoxh. Dhe ky ka qenë mohuesi ditës gjykimit, merr telefon thonë hoxh, ky ka qenë mohuesi ditës gjykimit. Dhe I themi zotnis dhe familjes, na e boni Allah, po nëse ja falin xhenazën ti, se ty s'është fare musliman. Mos më besu robi ditë gjykimit, dhe menu që ka ardhur dëriki do vi dhe s'ka ditë gjykimit për çfarë. Po të thu që jam musliman, mos më besu që ka ditë gjykimit, mos më besu që ka ringjalli, kështu thot, kështu. Kam pas një shok që thonë ta mendoj që ka ditë gjykimit, s'ka. Dhe shkojnë thot, dhe e shikojnë atë mund mesin e xhehenemit. Pastaj thot, ai tha, pra ky besimtari, pasha Allahun, për pak sa nuk më qove dhe mu në humbi. Pra për pak si shok që të kisha që ty ma mu shmenjën e në mu që s'ka ditë gjykime, që s'ka xhenet që s'ka xhenet. Allah na ruaj nga shokët e tillë, nga shokët të cilët janë shokë që thrasin për të keq, shokë të cilët nuk e duan vërtetën, shokë të cilët nuk e pranojnë vërtetën, shokë të cilët e kanë mendjen vetëm për loja dhe për argëtime. E shef tjetrin 50 vjeç, 60 vjeç, 100 vjeç, 90 vjeç, tu fol fjalë pista, po tu të kesh, vend që me marrë mësim prej teje, ti do më bu shok I keq. Ti do më bu njëri I cili s'ke. Qa me përfitu prej teje? E lusin Zotin tonë që të na falin dhe në mëshiroj të gjithë. E lusin Zotin tonë që të na bëjë ne që të shoqërohemi me shokë dhe me miq mirë. Me burra prej të cilëve ke çfarë përfitosh, dhe jo me burra në thajzat prej të cilëve nuk ke çfarë përfitosh për tyre vetëm se të potën dhe vetëm se të keqen. Allah na falë dhe na mëshiroj të gjithë. Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.